sepse njoh dhe palën tjetër. Kemi 2 ekipe në fushë betejë ose në fushën e lojës, po i bëj ekipe futbolli dhe shikoj cilësinë dhe fuqinë e ekipit tjetër që e njoh shumë mirë, e njoh, domethënë jam rritur atje, e di se si funksionon dhe njoh dhe strukturën dhe se si punohet, paktën prej 3 zgjedhjesh, 2 parlamentare, një vendore të këtij ekipi. Partia Socialiste është një parti shumë e organizuar, është një parti e cila nuk punon muajin e fundit fushatës dhe të ngrema të frymën revolucionare për të marrë votat, por është një parti sistematike, është një parti pranë qytetarëve, me të mirat, me të këqijat, me gabimet që mund të ketë, sepse konsumi i pushtetit 12 vjeçar bën veten, por di të them që është shumë herë më i përgatitur, është shumë herë më e mirë, ka emra shumë cilësor në krahasimisht me ata që kemi përballë dhe është pranë qytetarëve. Dhe unë do ta mbajmë shënim këtë dhe do ta diskutojmë pas zgjedhjeve. Partia Socialiste merr minimalisht 3 ose 4 mandate më shumë se në 2021 këto zgjedhje. Po gjithë ato afera korrupsioni në 12 vite qeverisje, gjithë ato llogaritë hapura me SPAK-un të eksponentëve të rëndësishëm të saj, nuk do të bëjnë firo në fund? Do të bënin shumë firo nëse Partia Socialiste do të bëjë mburoj e personave të korruptuar ose personave të cilët kanë llogari për të dhënë para drejtësisë. Unë mendoj që Partia Socialiste e ka të qartë që kur është krijuar drejtësia e re, ja ka bërë të qartë gjithkujt, që nga pozicioni më i ulët i antarit deri te kryetari i partisë, që kushdo që ka llogaridhënie para drejtësisë duhet shkojë të mbyll hallet me drejtësisë dhe nëse del i pafajshëm të kthehet në subjektin politik. Nëse nuk del i pafajshëm të vazhdojë rrugën e tij për të kryer atë dënim që mund të marrë nga drejtësia. Kështu që ndryshimi jonë është që ne jemi garantori drejtësisë, Rama dhe qeveria Rama thotë që ekzistenca e SPAK-ut do të jetë, reforma do të funksionojë, mbështesim reformën ashtu si dhe partnerët tanë, ndërsa Këneta me bufin e saj ka çdo ditë me kukuvajka që i nxjerr në qarkullim. Bufi simboli i mençurisë. Mençurisë, po ashtu, nëse është bufi, po sipas bufit. Se ju e keni për buf shqiptar, nuk e keni për buf. Po me qenë Skënderbeu vinte bufi në flamur, nuk vinte shqiponjën, kështu që jo, e kam seriozisht, për shembull në Amerikë e kanë simbol të mençurisë, se na i hapi sytë edhe Evi Kokalari para të ditësh. Po un po të them këtë gjë, që nëse se Evi tallet me atë pjesë. Nuk është se e thot seriozisht. Jo, ajo thot që e ka mësuar strategu i fushatës. Po tallet. Se Evi ka unë ndjek Evin dhe Evi tallet me Lasivita, me Salion, me Belon, se i ka njohur nga brenda dhe e kanë mashtruar, e kanë gënjur dhe i ka kuptuar se për çfarë e mbajnë Partitë Demokratike atë. Prandaj them që tallet, Evi shkret tallet me këta. Ideja është këtu që bufi dhe kukuvajkat thonë nga mëngjesi deri në darkë hardhucave dhe zhapikëve që i rrinë poshtë dritares, që ne do ta shkrijmë SPAK-un dhe premtimi elektoral i Sali Berishës për botën e errët, për kriminalët që takon Zeni nga mëngjesi deri në darkë, në për skutat ku fshihet i thot, na mbështesni neve sepse babi do ta shkrijë SPAK-un. Na mbështesni neve se përgjimet e Sky Encros dhe problematiket që keni me SPAK-un do të mbarojnë, do të marrin fund sepse plaku do ta shkrijë atë institucion dhe nuk do të ketë më drejtësi. Është deklaratë shumë e fortë. Po, e kam thënë, nuk është hera e parë që e them. Është e vërtetë kjo. Patjetër, se nëse s'është e vërtetë do më kishin degdisur atje ku degdise. Mirë, se ti nuk i ri nga pas edhe i gjën ata tani se. Po, ti nuk. Deklaratë politike kjo apo? Un jam te partia patronazhistëve, ne dim çdo gjë. Kështu që ju mburreni, krenoheni me patronazhistët. Po se nuk është që e keq patronazhist. Dhe po ta dish patronazhimin e kemi filluar ne te PD-ja në 2009-ën. Po si çdo gjë që ata din ta shkatrojnë, nuk din ta bëjnë mirë. Kështu që po të them, ku ndahemi ne me këta? Ne ndahemi me këta sepse këta nuk duan një drejtësi, duan një drejtësi plepash, një drejtësi rumpall, një drejtësi me prokuror që kanë ardhur sulmoi disa një drejtësi me prokuror dhe gjyqtar që kanë ardhur me të mbathur athesi dhe sot lëvizin me Maybach 500.000 euro nëpër Tiranë dhe sot i ketë sigurt nëpër listat e kandidatëve. Me drejtësi, me njerëz që janë shkarkuar nga vettingu dhe sot po riciklohen politik,
nuk është rasti I parë, por ka disa raste brenda Partisë Demokratike, me një drejtësi ku është komandohej video përgjimi I Ilir Metës, ku kap duke shfletuar atë bllokun që është I veshur me lëkurë shqiptarësh dhe shkronjat janë gjaku I shqiptarëve, ku shkruheshin shifrat e korrupsionit dhe votonte gjykata e lartë në unanimitet për ta nxjerrë video përgjimin të parregullt. Flasim për një drejtësi ku viktima të shumta të kësaj politike të mbrapsht nuk bën dot drejtësi për 21 janarin, ku 26 viktima ranë në biznesin e djalit të Saliut dhe asnjë nuk u dënua, apo u dënuan me pak vite burg dhe sot janë biznesmen të fuqishëm nëpër Tiranë. Nëse ne aspirojmë të kemi këtë lloj drejtësie, atëherë më mirë ta lëm fare këtë punë dhe mos merrem me politikë. Ne aspirojmë të kemi një drejtësi ku edhe kur akuzohet personi më I fortë politikisht, është kryebashkiaku I Tiranës, Erion Veliaj, Partia Socialiste nuk I bëhet mburoj, por kërkon standardin. Nuk I bëhet mburoj për akuzat që ka, por thotë të zbatohet një standard. Dhe një qeveri e cila kërkon standard, për standard, është standard ndërhyrja e kryeministrit në Bashkinë e Tiranës për shembull. Çfarë po ndërhyn kryeministri? Po firmos leje ndërtimi? Po jo. Çfarë po bën? U shkarkuan njerëzit e Erion Veliajt, u emërua një njeri. Po, ti tani mos bëj sikur kush I thot mos më kam qenë aty, jo më kam përgjigje, vazhdo më pyet. Okej, jo, të pyet akot meqense e përmendë. Pra çfarë po ndërhyn? Se ndërmend fare, po meqense e përmendë. Atë duket çfarë ndërhyrje bën Edi Rama në Bashkinë e Tiranës? Më thua një gjë konkrete. Po të pyes, ti ke koment, s'ke koment, ti e ke mos e jep. Po bën, se nuk as po firmos leje ndërtimi, aty ku e ka Meraku në opozita. Dakor. As po emron dhe shkarkon njerëz, po ka një këshill bashkiak që merr vendimet. Po pra, se këshilltarët opozitarë të opozitës nisën edhe letër në Komisionin Evropian për ndërhyrje të... Ata kanë nisur letër dhe në hënë, more. Ata biles po presin që të vit Trumpi t'ju hapi hapjen e fushatës tani, se kështu kishte thënë Baca Sali. Trumpi vetë. Lasivitan që ata kanë kontraktuar. Vetë Trumpi. Me gjëra fjala si duket kontraktimi Lasivitas? Ai është djali më I mençur që ka urgjenca budallën dhe u merr lekët këtu, ai është perfekt. Është personazh jashtëzakonshëm. Nuk do të ketë asnjë lloj ndikimi. Un po të mundet, po të më dëgjoj se nuk kam kontakt me të, ti them të lutem ngrije sa më shumë atë shifrën. Se ka Fatmiri lek sa të duash. Ka lek sepse kanë vrarë 26 veta në Gërdec dhe me paratë e Gërdecit po paguhet. Këtë ta di, është pak po e sigurt. Dhe ato videot me zgërdhirje nga Washingtoni me njëri tjetrin, ai ndoshta nuk e di, po janë vrarë 26 veta në Gërdec për të paguar ti. Duhet thënë atij zotërisë. Është shitur gjithë armatimi I ushtrisë për të paguar ti. Do thënë atij zotërisë. Janë shitur miliona euro nga Ministria e Bujqësisë e Mjedisit për të paguar ti. Dhe kjo është standardi dhe Lasivitas po bën gabimin më të madh që e ka ulur ai shumë atë. Ta ngrej sa më shumë. Po ku e di ti sa e ka ulur sa? Për publike njërin. Njërin e kanë bërë publike. Unë nuk e di për shumë. Po kalon $1 milion. Publike. E kanë bërë publike këtë faturën? Po, është fatura publike. Po se bën Saliu, po këta harrojnë diçka që deklarohet në fara. Aty ku nuk ishte harruar ai Ilirit I fshinte. Kështu që milionat e shqiptarëve shkojnë për Lasivitas I cili pretendon t'i sjell Trumpin t'i hapi fushatën Saliu, ndërkohë demokratët janë 12 vjet të lënë rrugëve, janë 12 vjet që shpresojnë që ylli polar në ngjitje dhe më I riu I Partisë Demokratike Tritan Sheu t'i sjell ndryshimin në Shqipëri. Këtë herë gjithmonë I prezantojnë këta edhe pse bëjnë një fushat deri diku me nuanca tallavaje. Të dyja partitë për shembull I kanë prezantuar tashmë programet e tyre. Berisha për shembull akuzon Ramën se I ka kopjuar programin. Po sepse aty ka për shembull premtime që pensioni do të bëhet 400 euro, ndërkohë që deri më tani kryeministri gjatë gjithë kohës argumenton me shifra, me statistika se nuk e rrit dot pensionin për shkak të gjithë analizës që ai I bën kësaj gjëje. Do me thënë, nga ana tjetër, programi I Partisë Demokratike, për shembull,
Nëse e shikon ftohtë nuk duket dhe aq keq, janë premtime të arritshme, majme ato. Të arritshme. Ë? Të majme janë, po sa Si të është e arritshme, ti? janë të arritshme shumë. Janë për te shakave, se kur flasim për pensionistët, nuk mund bëjmë as ironi politike, as gallat, siç mund bëjmë për programin e Saliut. Ne trashëguam një sistem pensionesh mizerabël gjatë kohës së qeverisë së Berisha. Rritja e pensioneve ka drejt për drejt ndërgjegjësimi i atyre që paguajnë kontribute.